Është shumë interesante dhe veçantë mënyra se si Krishti ka zgjedh gratë për me dëshmu të ngjallunit e tij, ringjalljen e tij. Për te i tana diskutimeve, tana gjanave, jo ç'është e rëndësishme, kam përshtypjen se gjendet pikërisht në kjo gjë. Gratë janë ato që bartin jetën. Janë ato të cilat majnë jetën në krahënorin e tyre. Janë ato të cilat e dhurojnë jetën dhe askush ma mirë se ta dhe ma fuqishëm se ta nuk mundet me e shpall ngjalljen të ngjallunit e jetës. Ato e shpallin lavdinë në ngjalljes së jetës. Se munden me e dëshmu me Zot nal pikërisht në këtë gjë. Zoti i bekoft ato gra, ato nana, ato vajza, të cilat shpallin jetën e gjallënin gjithmonë. E jo sikur sa ata që mundohen me i bë prradha jetës, mundohen me e mashtru, mundohen me e shkatru. Jeta ka nevojë për mu shpall me gjallëni. Gjallënia ka nevojë mu transmetu për çdo ditë. Nuk kena nevojë për me ranu, nuk kena nevojë për me mytë me shkatru, nuk kena nevojë me trillu, nuk kena nevojë me shpik prradha. Jena mush plot me to. Na kena nevojë për njerëz që lindin jetën, për njerëz që shpallin jetën, për njerëz që japin gjallëni, për njerëz që transmetojnë gjallëni. Të lumtë ata që e bajnë këtë gjë.